në Tiranë. Nuk e dëgjuar. E vërteta është që në samitin më parshëm për 2027 ishte caktuar Tirana. Kjo është e njohur. Por, ka mbi 2 muaj që qarkullojnë zëra të ndryshëm. Unë nuk mund të komentoj. As se zhvillohet, as se nuk zhvillohet. Në dokumentat e NATO-s, kur përfundon një summit, informohet summiti tjetër. Dhe vendi kësaj herë nuk ndodhi. Sikundër nuk ndodhi konferenca e veçantë për shtyp, që e kishte njoftuar Rama. Rama kishte bërë gati të gjitha kamerat televizioneve të tij dhe prisin me padurim kur ai do dilte në konferencë veçantë shtypi. Nuk pa gjë. Kjo është ajo që mund të komentoj. Dhe 2 fjalë për ta mbyllur, për $4 milion, 4 milion euro, të marra nga fondi emergjencës të një vendi me potenciale të mëdha zjarri, për një këngëtar por bën në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi Këshillit të Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare. Por Edi Rama ka shtruar fondin rezerv në llogarinë e tij personale. Me 10 dhe 11 maj të vitit 2025, ai i dha Giro d'Italia 7 milion euro para të takspaguesve shqiptar për të grabitur votat qytetarëve, për të gënjyer mashtruar qytetarët për vota. Dhe tani, në këtë moment të vështirë, të urrëties së përgjithshme popullore ndaj tij, të shpërthimit të zemrimit të përgjithshëm kombëtar ndaj tij, të shqiptarëve kudo që ndodhen. Ai përpiqet të sfumoj sentimentet armiqësore me koncertin e një këngëtari shumë të njohur, por që ka edhe ai problematikat e tij në deklarime dhe në vlerësime. Sidoqoftë, nuk kam asgjë kundër koncertit të tij. Nuk pranoj kurrë që ai të bëhet me paratë e takspaguesve shqiptar. Ky është një akt, këtë e bën vetëm një njeri, që është i aftë për të shpëtuar lëkurën e tij të marrë çdo vendim. Ju informoj se të gjitha ministrit dhe shkollat kanë bërë listat për të dërguar punojësit dhe nxënësit në koncert mbasi biletat nuk janë shit. Pra, përveç 4 milionëve, do t'jenë dhe disa milion të tjera, se punojësit do mbahen në rroga ato bileta. Do mbahen në rroga, që do paguhen për koncertin me cilin Edi Rama beson se duke u përqafuar me Kanye West, do mund të përmirësoj imazhin e tij të shtërnëzir.
do mund të qetësoj urrejtjen e përgjithshme që buron nga shpirti dhe zemrat e shqiptarëve ndaj tij. Faleminderit.